Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatu wassalamu te dërgojmë pejgamberit alaihi salatu wassalam. Nëse nderojmë jemi tek hadithi 40, haditheve të zgjedhura nga Imam Nevaviu. Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e ka kapur për supe Abdullah ibn Omerin, edhe i ka thënë: "Ji në dynja sikurse një i huaj apo si udhëtar." Pra jeto në këtë botë sikurse një njeri i huaj që jeton me ndonjë vend, apo sikur një udhëtar. Edhe Abdullah ibn Omeri ka thënë: "Kur arrin mbrëmjen, mos e prit mëngjesin. Dhe kur nëse arrin mëngjesin, mos e prit mbrëmjen. Dhe përderisa je i shëndosh, puno dhe vepro para se të sëmurësh. Edhe vepro dhe puno në jetë para vdekjes." Dhe zënderum, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bazë në asketizëm. Pra, është themel i asketizmit, ku ky hadith neve na sqaron se si duhet të jetoj një besimtar në këtë botë dhe si duhet ta trajtoj botën dhe jetën këtu. Për arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të rëndësisë të këtij hadithi, pra nxënësit të tij, e themi, mësuesi me nxënësin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abdullah ibn Omerin, djalin e Omerit, një djalosh i ri, e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për supe. Domethënë, se po të flas diçka se jo si zakonisht që flasim. Andaj, kur ta vendos dorën, pa qenë ka pa diçka, është duke fol me rëndësi të veçantë. Edhe për shkak këtij rasti nuk i ka harruar Abdullah ibn Omeri, kur e ka transmetuar hadithin, e ka transmetuar edhe veprimin, pra gestin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast. Pse? Sepse kjo është pak e tërhek vëmendjen e njeriut. Se po të flas tash, po jo si zakonisht që flasim. Andaj, kanë thënë dietarët, edhe bën pra mësuesi nxënësit e tij ndonjëherë mja vendos dorën në krah për shkak rëndësisë që do të flet. Edhe nuk i ka harruar rastin Abdullah ibn Omeri, e ka përmend edhe gestin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka transmetuar. Dhe pejgamberi alayhis salam po i thotë: "Pra, ji në dynja, jeto në dynja, në këtë botë, sikurse një i huaj. I huaj kur shkon në gërbet, shkon për një kohë të caktuar, pra nuk ka vizë të përhershme, ka vizë të përkohshme. Apo ka shku dikush deri në Istanbul me i kry disa punë, me bën një tregti, edhe në atë vend, pra nuk ka askë të afërm. Gjë që njeriu kur jeton me një vend të huaj, mezi spret me u kthy tek familja vetë edhe në vatanin e tij. Dhe kështu pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po këshillon Abdullah ibn Omerin, pra jeto sikurse një i huaj që jeton me një vend të huaj. Kështu të konsideroje jetën e kësaj bote. Ose sikurse një udhëtar. Edhe udhëtari pra ndalet me ndonjë vend, me ndonjë stacion, edhe vazhdon. Me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çka kam unë thot me dynjan? Thot në dynja jam sikurse një udhëtar që është ndalur në hijen e një pemë me pushu pak, edhe vazhdon udhëtimin." Edhe kjo vërtetohet çdo ditë në jetën tonë dhe shohim se askush nuk është i përhershëm në këtë botë.
të gjithë kanë ardhur para neve dhe kanë shku para nesh. Apo, plot njerëz kanë qenë para neve edhe kanë shku para nesh. Edhe ne, po ashtu do t'jemi. Kemi ardhur edhe do të shkojmë sikur sa ata të cilët kanë shku. Pra, mos të bëjmë vatan të përhershëm në dynja. Nëse mundohet dikush me bë një vatan të përhershëm në dynja, do të dëshpërohet. Sepse deshtëm apo s'deshtëm, do të vazhdojmë udhëtimin. Transmeton nga Abu Dharri. Abu Dharri ka qenë asket i madh, edhe në shtëpinë e tij nuk ka pas mobilje të njohura apo diçka apo sa. Dhe një musafir që e ka vizitu, ka thënë, çka është kjo puna jote? Dhe në ku i ke mobiljet, ku i ke rendit në shtëpi, sikur se je duke udhëtu, duke lënë këtë shtëpi. Abu Dharri ka thënë, por thot, i kemi bajt gjërat në shtëpin tjetër. Jo po thot, po shihet që ti këtu je duke jetuar, nuk je duke jetuar dikun tjetër. Thot, jo që do të dalim nga kjo shtëpi, por thot, do të na përzën nga kjo shtëpi. Do të na përzën. Më thënë, Allahu krijuesi i kësaj bote, kështu t'i ka krijuar gjërat, kështu t'i ka caktuar gjërat, që t'jetojmë një kohë të caktuar në dynja, të punojmë këtë botë edhe të vazhdojmë udhëtimin. Edhe Abdullah ibn Omeri më thonë, me njëherë edhe ai pas këtij hadithi, pra është transmetuar një fjalin nga ai, ku thot, pra nëse ke arrit me e përjetu mbrëmjen, pra me qenë i gjallë din në mbrëmje, mos e prit mëngjesin. Mos thuaj se hajse në mëngjes unë nesër ko më fal namaz duha, ko më fal atë, po sot kryi që ki për sonte. Edhe nëse zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen. Hajse në mbrëmje tani i kry këto gjona, por kry tash për tash punë. Dhe përderisa je i shëndosh, puno, fito për ahiret. Para se të vijë sëmundja. Edhe puno në jetën tënde, para se të vijë vdekja. Dhe zë nderuam, jeta e kësaj bote është pra një jetë ku njeriu punon dhe mbjell. Punon me punë të mira dhe mbjell, pra mbjell hajrin, ku do t'i vjell frytet dhe shpërblimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kupton që njeri duhet të shpejtoj në tauba dhe istighfar. A shihni sa bukur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na shëron gjarat. Apo Abdullah ibn Omeri. Në më thonë, më spite, hajse në mramje tani, jo, pendohu që tash. Nëse muslimani ka bërë mëkat ditën, duhet të pendohet. Apo nëse ka bërë mramje, duhet të pendohet. Sepse dhjën edhe meleket që Allahu Azza wa Jall i dërgon meleket në mëngjes dhe në mramje, po ashtu. Që ata cilët kanë bërë mëkat në mëngjes, pra të pendohen, kanë bërë në mëkat mramje të pendohen që në mëngjes. Edhe ata cilët kanë bërë mëkat gjatë ditës mramje të pendohen. Pra me shku tek Allahu Azza wa Jall, nëse shkon, nëse vdes njeriu, pra të jeti penduar. Po ashtu, në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta shfrytëzojmë kohën me punë të mira dhe me veprime të mira, gjë që njeriu të përgatitet për ahiret. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan, dhe me të vërtet jeta e botës së ardhshme është jetë. Pra, banimi në botën tjetër është jetë. Domethënë këtë jetë të kësaj dynjaje nuk ka quajtur Allahu Azza wa Jall jetë pra reale, por është jetë e përkohshme.
Tash kalojmë tek hadithi tjetër, tek hadithi 41, e që na mbetet për dersën e fundit vetëm edhe një hadith. Hadithi 41 transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ky hadith ku thuhet që ka thënë pejgamberi sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Askush për juve nuk është besimtar përderisa dashuria e tij, egoja e tij, kënaqësia e tij mos të jetë duke më pasuar mua dhe me atë që kam ardhur unë. Pra, atë që ka e duam ne o vëllezër të dashur, duhet të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Egoja jon, kajtja jon, duhet të jetë ashtu që në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëllezër të dashur, në këtë hadith, pra e kemi të qartë që njeriu nuk e ka imanin e plot përderisa nuk e ndjek hap pas hapi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu, pra me sheriatin e Allahut azza wa jall, me fenë Allahut subhanahu wa taala. Njeri nuk mund të kompletoj besimin e tij nëse e merr dikun fenë e dikun nuk e merr. Dikun e pranon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dikun jo. Ky njeri nuk ka imanin e plot. Dhe mund të arri që edhe të jetë pa iman fare. Nëse kundërshton ndonjë urdhën të Allahut azza wa jall, e kundërshton ndonjë urdhën apo e mohon ndonjë urdhën të qartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai njeri edhe jetë pa iman. Dëgjoni se çka thot Allahu azza wa jall. Fela wa rabbika. Përbetohet Allahu azza wa jall duke thënë, jo për Allahun, për Zotin tënd. Allahu përbetohet në emrin e tij. Kishte mjaftuar vetëm me thënë që hiç pa përbetim. Nuk besojnë përderisa nuk të njekin ty. Por është përbetuar Allahu subhanahu wa taala në emrin e tij. Do të thotë që o asesi nuk kanë iman. Asesi nuk kanë iman dhe po përbetohem në Zotin tënd. Nuk janë besimtar, nuk besojnë, përderisa nuk të marrin tyje për gjykatës, për atë që ka ndodhur për mosmarrveshjet mes tyre. Domethënë, e para, nëse ndodh për ndonjë mosmarrveshje mes besimtarëve, duhet që të gjykohen te kush? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë shahadetin. Ai ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ka thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammedur Rasulullah. Je deklarohem se nuk ka tjetër Zot posa Allahut, ai është i cili meriton të adhurohet, askush tjetër pos tij. Dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut dhe robi i tij. Je deklaru. I dërguar për kë? Për ty, për ti që je deklaru dhe ke pranuar atë si pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është udhëheqësi i besimtarëve. Ai është pejgamber i dërguar i Allahut azza wa jall. Për me na rregullu çështjet e kësaj bote, edhe në ahiret me fitu xhenetin e Allahut, me fitu mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Patasy Allah po përmetohet në Kur'an që nuk janë besimtar përderisa nuk të vëzon ty, nuk të marrin ty për gjykatës për atë që ka ndodhur mes tyre. Një mosmarrveshje, okej, është në rregull njerëzit me pas mosmarrveshje. Është për cilësive njerëzore, me gabu, qoftë me qëllim apo qoftë pa qëllim. Ka një mosmarrveshje, ndodhin mosmarrveshjet mes besimtarëve, apo mes një çiftit bashkëshortor, apo mes biznesmenëve, apo mes ortakëve, apo mes drejtorit dhe punëtorëve, e kështu me radhë. Ndodhin keqkuptimet, ndodhin pra gabimet, edhe kështu që duhet ku më drejtu. Si besimtar, drejtohemi tek
Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj, pasi që e shohim gjykimin se çka është sipas Kuranit dhe Sunetit, vjen kushti tjetër. Kushti tjetër është thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Pastaj mos të ndinë ngushtim në vetët tyre, në gjokset tyre. Mos me të ardhë keq nga jo që ti ke gjykuar. Do më thonë, jo që të herë haku është me ty. Do më thonë, ka shte gjë gjyku për një çështje, për një pronë, për një mosmarrëveshje, ta ka marrë mendja se ke të drejtë, por kërë kemi parë si mas argumenteve të Kuranit dhe Sunetit, nuk pas ke drejtë. Pas ka drejtë, ai tjetri. Dhe kushti si besimtar, tash duhet të ndihesh, duhet të ndihesh një farë kënaqësi shpirtërore. S'ko ka jemja, s'ko ka hise jeme, s'po më takoj ka mu. Kom mendu që kjo hise po më takoj ka mu, apo kjo banesë, apo kjo shtëpi. Por jo, nuk po më takoj ka. Parë parasysh sa është të çmimi dhe vlera. Edhe nuk duhet të ndihesh ngushti në gjoksin tënd. Dhe e treta, do të më dorëzo. Do të më dorëzo kësaj pune. Po krymo, a ka gjyku Allahu dhe pejgamberi sa? A çen ka kështu kjo mesele? Okej, pra, në rregull, dorëzohem, okej mo, e lëshoj atë vend, e lëshoj atë shtëpi, e lëshoj atë roll, apo tërhiqem nga ai biznes apo diçka që kam mendu se kam të drejtë. Kështu të bën pra këtë besimtari. Dhe o vëllezër, është më rëndësi të kuptojmë që Allahu kur e ka krijuar njeriun dhe egon e tij, kajtin e tij, Allahu e ka lidh këtë çështje, nuk e ka lënë kot, por e ka lidh me ndjekjen e Kuranit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, nëse njeriu nuk e pason Kuranin, nuk e pason Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lën në tërësi, Allah na ruajt, ai pra del prej fesë. Apo e pranon dikun nuk e pranon. E merr Kuranin pjesërisht. I merr urdhnat e Allahut azza wa jall aty ku i konvenon, ku nuk i konvenon i lën. Dhe kjo është pra prej munafiqllëkut, prej dyftërsisë. Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an, hyni komplet në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Komplet. Merri urdhnat e Allahut azza wa jall të gjitha. E jo këtë e pranoj, këtë tjetër nuk e pranojmë, se jo nuk qenë ka, do më thënë diçka bashkohore, nuk qenë ka ashtot, nuk më konvenon mua, e kështu të me radhë. Vëllezër të dashur, shihni, nëse epshi, kojtja, egoja nuk lidhet me Kur'an dhe me Sunnet, atëherë ajo dirigjohet nga shejtani. Edhe shejtani e çon njeriun në humner, e çon njeriun në pabesim. Kur njeriu bëhet i tillë, atëherë më nuk e njeh urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla thot në Kur'an, ai ke para ata të cilët për Zot e kanë marrë, e kanë zënë epshin e tyre. Do më thonë, e adhuron ai epshin e vet. Çka ti thot, kojtja që ato e vepron, i përgjigjet epshit. E ka ajo është sikurse pra është duke i bërë ibadet kojtjes. Allahu ka thënë diçka tjetër, ky vepron diçka tjetër. Allahu ka thënë është ndaluar, ky shkon e bën ato të ndaluar të lejuar. Pse? Don me e përmbush atë egon e tij. Edhe kështu të arrin njeriu deri në një jetë shtazarake. Sikurse që i pam domethënë së fundmi në për jetët sociale se çka ka ndodhur me njerëzit që i kemi mendu këta janë elita e botës. Janë njerëzit thuajse më të përzgjedhurit e botës, udhëheqësit e botës, ku janë zhyt, në çfarë mëkate, në çfarë harame, në çfarë gjëra të ndyta, gjë që rënqethet edhe trupi i njeriut. Për shka? Kjo i ka munguar o vëllezër të dashur. Nëse nuk e ndjek Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ndjek Allahun azza wa jall, nuk e përcjell Allahun urdhnat e Allahut,
ai njeri shndrohet në një bish që vetëm don me I përmbush epshet e tij, e që ato epshe pra ngjasojnë me epshet shtazarake, ndoshta edhe më shumë. Ku që egoja e tyre ka arrit deri sa që ta hanë mishin e njeriut. Egoja e tyre ka arrit deri sa të veprojnë me fëmijë gjërat më të rreshtueshme edhe t'i mbysin edhe t'i hanë pra mishin e tyre e kështu me radhë. Allahu na ruajt, Allahu na përmirësoft. Vëllezër të dashur, në këtë temë thot Allahu Azza wa Jall: o ju besimtar, mos dilni para Allahut edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos dilni para Allahut edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si dilet para Allahut para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nëse dikush flet nga hamendja e tij, ai veç ka dal para Allahut edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë sahabët, ky ajet na mëson neve që mos të flasim pa thënë Allahu edhe pa thënë diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos të japim fetva para se ta dim se çka ka thënë Allahu edhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse njeriu e urren sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra kjo është një shembull që ky njeri është duke ndjekur epshin e tij dhe nuk është duke ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu I jep përparësi suneteve, gjërave vullnetare para farzit, e lën farzin e vepron sunetin, e ka ndjek epshin e tij. Sepse duhet, domethënë, me vepru mas pari me zbatu urdhin e Allahut, e pastaj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, për shembull, lënia e namazit farz dhe falja e teravive, apo falja e namazit të natës. Nuk I fal 5 kohët e namazit, kemi raste, nuk I fal 5 kohët e namazit, nuk I fal urdhën e Allahut, nuk e çon në vend, e ngjitet namaz natë e falet. E ka ndjek epshin e tij. Ne nuk I themi le namazin e natës, por I themi para namazit të natës, falë namazin e yacis, falë akshamin, falë drekën, I kendin e kështu me radhë. Këto janë më me rëndësi. Ai njeri I cili nuk gjykohet me Allahun, me librin e Allahut dhe me librin edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon që është duke ndjekur epshin e tij. Ai njeri I cili I urren dikë jo për hir të Allahut, apo e don dikë jo për hir të Allahut, por për interesat e tij, ai e ka ndjekur pra epshin e tij. Kur të kthehemi me shikuar vëllezër të dashur, baza e kufrit e pabesimit, baza e mëkateve, baza e bidatit, gjitha janë të lidhura tek epshit e kojtja. Që njeriu e ka ndjek epshin e tij, ka ndjek kojtin e tij, egon e tij. Edhe egoja dirigjohet prej shejtanit nëse nuk e ndjekim Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka tjetër, nuk ka mundësi që dikush të mos jetë musliman, të mos ta besojë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mos të gaboj pra me këto gabime trashanike. Nuk ka mundësi, se padyshim egoja e tij, natyrshmëria e tij do ta ngrej ka gjërat e ndaluara. Pra, a keni pa dikë që edhe mos me fal namaz, edhe mos me qenë besimtar, edhe nuk I ka vepruar pra ndalesat e Allahut azza wa jall, a nuk ka mundësi me njoft ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Padyshim që do ta ndjek epshin e tij, edhe ato të ndaluarat do t'i arsyetoj me arsyetime të ndryshme, a në fakt e ka ndjekur epshin, kajtin e tij. Allahu na zoft, Allah na fal mëkatet, Allah na mësof ditëritë të dobishme. Walhamdulillahi rabbil alamin.